Pejgamberi alayhis salam thot, Allahu nuk shikon në trupat tuaj dhe nuk shikon në pasurinë tuaj, po shikon në zemrat tuaja dhe në veprat tuaja. Hadithin e transmeton Muslimi. Pra, Allahu neve na shikon në një formë tjetër se sa siç e shikojmë në njëri tjetrin. Allahu nuk na shikon trupat dhe as pasurinë, mirë po e shikon zemrën dhe veprat e mira. Pra, para Allahut, këto çështje të dunjas nuk kanë lidhje. Ajo që ka lidhje është zemra dhe veprat e mira. Edhe pse, siç do të përmendim më vonë, në këtë dunjë, pra njerëzit dallojnë, mirë po para Allahut, këto gjëra nuk kanë lidhje. Në një hadith tjetër të saktë po ashtu, pejgamberi alayhis salam thot, la fadla li arabin ala ajami, wala lil abyadi ala al aswad illa bit taqwa. Pejgamberi alayhis salam thot, nuk ka fërk apo dallim në mes të arabit dhe arabit, as mes bardhit dhe të ziut, përveç se me devotshmëri, me takuallëk. En-nasu ibn Adem wa Adem min turab. Thot, gjithë njerëzit janë bijtë e Ademit, ndërsa Ademin Allah ka krijuar prej dheut. Për këtë shkak, pra, sipas fesë Allahut, sipas pejgamberëve të Allahut, njerëzit janë më afër tij ose më larg tij në bazë të veprave tyre, jo në bazë të pamjes apo pasurisë së tyre. Pra, para Allahut nuk ka dallim mes bardhit dhe të ziut, mes arabit dhe jo arabit, mes të fuqishmit dhe më pak të fuqishmit, mes të pasurit dhe të varfrit. Të gjithë para Allahut janë të njëjtë, me opsione të njëjta. Dhe më fisnik para tij, më i ngritur është ai që është më i devotshëm. Kjo është para Allahut. Pastaj në këtë botë krijesat nuk janë krijuar të njëjta. Në këtë botë krijesat nuk janë krijuar të njëjta dhe të barabarta, po ka dallim mes tyre. Madje mes dy vëllezërve ka dallim. Njëri është më i lartë, tjetri është më i ulët. Njëri është më pak i hishëm, tjetri është pak më shumë i hishëm. Njëri është më i fuqishëm, tjetri është më pak i fuqishëm. Njërit i shkojnë shkencat, tjetrit më shumë i shkojnë sportet apo aktivitetet fizike. Dhe kjo është mësoaza botërore. Nuk do të gjesh dy krijesa, dy njerëz janë 100% ngjashëm.